Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje. Unë quhem Martin dhe jeta ime ka qenë gjithmonë punë dhe lodhje. Kur vëllau im Sokoli u martua me Valbonën, unë isha njeriu më i lumtur në botë. Thash me vete, me në fund u mbush shtëpia. Po vjen një dorë gruaje që t'i jap dritë këtij kulmi. Por nuk e kisha menduar kurrë që ajo dritë do të më verbonte mua. Sokoli ishte ndryshe nga unë. Ai ishte njeri i qefit, shkonte e vinte, e rrallë herë qëndronte në shtëpi. Kurse unë isha ai që merrej me pemet, me bagetin e me rregullimin e mureve që rrëzoheshin nga dimri i egër. Gjithçka nisi një pasdite dhjetori. Ishte një nga ato ditët ku bora nuk pushonte dhe i ftohti të hynte deri në palc. Sokoli kishte ikur në qytet për ca punë dhe ishte bllokuar atje. Unë hyra në shtëpi i lagur qull, me duart që nuk i ndjeja fare nga akulli. Valbona, pra kunata ime, sapo me pa, nuk priti sa t'i kërkoja gjë. Martin, u bëre qull, më tha ajo. Ulu te vatra e po të sjell një çaj mali e ca rroba të thata. Më tha me një zë që të shëronte. Aty pranë zjarrit, ndërsa ajo lëvizte në përdhom, unë vura re diçka që nuk e kisha parë më parë. Valbona nuk ishte thjesht nusja e vëllaut. Ajo ishte një grua me një durim prej shenjtoreje. E shihte shtëpinë me syrin e dikujt që e donte çdo cep të saj, edhe pse burri i saj nuk ishte kurrë aty për ta falenderuar. Në fshatin ton dritat iknin shpesh, dhe kur iknin dritat, fillonin tregimet. Unë nuk jam një njeri i fjalëve të bukura. Jam njeri i pyllit, por me Valbonën ishte e lehtë që të flisje. Ajo me pyeste për malin, për ujqerit e për mënyrën se si i dalloja pemet që duheshin prerë. Ti e njeh tokën më mirë se sa veten, Martin, me tha një natë teksa po qeroni misrin së bashku. Toka nuk të tradhton kurrë, moj Valbon, i thashon. Nëse kujdesesh për te, ajo ta kthen më të mirë. Ja ktheva unë kunates pa e menduar gjatë. Ajo pshëretiu ishte një pshëretim që thoshte shumë, si kur donte të thoshte që edhe njerëzit duan dike që të kujdeset për ta, që t'i shoh e që të vlerësoj. Atë natë ndjeva një lloj peshe në gjoks. Nuk ishte dhimbje, ishte diçka që po rritej, një lloj respekti që po kalon të kufejt. Një ditë, Sokoli u kthyer nga qyteti shumë i nervozuar. Filloi të bërtiste për gjërat e kota. Pse buka nuk ishte e nxehtë? Pse kjo e pse ajo? Valbona uli kokën dhe nuk foli. Unë isha aty, por zakonisht nuk përzihesha, por atë ditë nuk duronte dot shpirti im. O Sokol, i thash me zë të qetë, por që tundi dhomën. Kjo grua e mban këtë shtëpi në këmbë, ndërsa ti shetit rrugëve.
mos e ngrit zërin se nuk ka faj as buka e as zjarri. Sokoli më shikoi i habitur, murmëroi diçka dhe doli jashtë. Valbona nuk më shikoi në sy, por pash që i shpëtoi një buzëqeshje e lehtë në cep të buzës. Ishte hera e parë që dikush i dilte zot, dhe ai dikushi isha unë, kunati i saj. Erdhi pranvera e punët u shtuan. Një ditë po ndihmoja Valbonën të mblidhte barin e tharë në lëndinën sipër shtëpisë. Dielli po perëndonte dhe gjithçka ishte marrë një ngjyrë ari. Papritur, ajo u pengua në një gur dhe për pak do të rrezohej në rrëpir. E kapa më të shpejt nga krahu, e mbajta fort. Për disa sekonda koha ndaloi. Ishim aq afër sa ndjeja frymarrjen e saj të shpejtuar. Sytë e saj ishin të trisht, por në atë moment shkëlqyen nga diçka tjetër. Faleminderit Martin, përshpëriti ajo. Gjithmonë do të jem këtu që të mos rrëzohesh, Valbon, ja ktheva unë, dhe e dija që nuk po flisja vetëm për atë gur në lëndin. Ditët që pasuan ishin të vështira për mua. Ndihesha fajtor. Ai ishte vëllau im e ajo ishte gruaja e tij. Por, nga ana tjetër, unë shihja se si ajo po thahej në atë martesë pa dashuri. Unë fillova të bëja gjërat e vogla për të. I sillja lule mali që e dija që i pëlqenin. I rregulloja dritaren që i fuste ftohtë pa më thënë fare. Nuk flisnim për ndjenjat. Ishte një dashuri që nuk kishte nevojë për fjalë të pista apo për veprime të nxituara. Ishte një dashuri që rritej përmes punës, përmes kujdesit dhe përmes heshtjes që kuptohej. Një mbrëmje ndërsa po rrinim jashtë në shkallët e gurta, Sokoli kishte ikur përsëri diku. Hëna ishte e plot dhe fshati ishte në qetësi totale. Martin, nisi ajo, nuk kam besuar kur se në këtë shtëpi do të gjeja dike që me kupton pa folur. Valbon, i thashun, duke e parë drejt yjeve. Jeta i sjell njerëzit në rrugë të çuditshme. Ndonjëherë njeriu që të duhet është më afër se sa e mendon. Ja ktheva unë. U kthyem nga njëri tjetri dhe ishte një moment i pastër e i sinqert. Nuk ishte asgjë të keqe në atë që ndjenim, sepse ishte diçka që lindi nga mirësia. Unë u ofrova, i dhash një puthje të lehtë në faqe, një puthje që mbante brenda gjithë respektin, gjithë mbrojtjen dhe atë dashurinë e fshehtë që nuk guxonim ta thonim me zë të lartë. Ajo mbylli syt dhe mbështeti kokën për një sekond në supin tim. Tani e tutje nuk je me vetëm, i thash asaj. Dhe ndërsa po dëgjonim hapat e Sokolit që po kthehej nga larg, e ndjeva se ai moment i yni po mbaronte. Por nuk doja që ajo natë të mbyllej pa i lënë diçka që të mos e harronte asnjëherë. Jo diçka me vlerë parash, por diçka që do i jepte forcë kur unë të mos isha pranë saj. Prandaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.